Petro Marko, një nga shkrimtarët dhe gazetarët më të shquar shqiptar, i njohur për patriotizmin dhe mosbindjen ndaj të gjitha sistemeve totalitare, lindi më 25 nëntor të vitit 1913 në dhërmi të Himarës. Arsimin e mesëm e kreu në vitet 1924-1931 në shkollën tregtare të Vlorës. Pas përfundimit të shkollës caktohet mësimdhënës në Dhërmi dhe më pas në Dropull. Në vitin 1933 shkon në Athinë me qëllim që të vazhdonte studimet e larta për letërsi, por nuk e pranojnë prej faktit se ishte shqiptar. Për këtë arsye regjistrohet në Shkollën e Lirë të Shkencave Politike, Ekonomike dhe Sociale, që e ndjek për 2 vite e gjysmë. Kthehet në Tiranë kur mëson se kryeministri ishte zgjedhur Mehdi Bej Frashëri dhe se shtypi, gazetat dhe revistat ishin liruar nga censura shtetërore. Por gazetat që ai bashkë me Suat Aslanin, Branko Merxhanin dhe Tajar Zavalanin nisën të hapnin, do të mbylleshin nga një për shkak të depërtimit të ideve komuniste që në këtë kohë ishin bërë modës në gjithë Europën. Edhe revista ABC që Petro Marko nxjerr me Asim Vokshin zgjat vetëm 1 muaj dhe mbyllet nga qeveria për shkak të frymës komuniste. Madje Petro Markon e ndalojnë dhe e internojnë në fshatin e lindjes. Duke ndjekur bindjet në vitin 1937, Petro Marko niset drejt Spanjës së përfshirë nga lufta civile, ku u bashkohet brigadave ndërkombëtare republikane që mbështeteshin nga komunistët sovjetik. Në Spanjë, Petro Marko për rreth 1 vit e gjysmë merr pjesë në luftime aktive, arrin të bëhet komisar politik i një kompanie dhe të pranohet antar i Partisë Komuniste Spanjolle. Në korrik të vitit 1938, pas përfundimit të luftës në Spanjë, Petro Marko shkon në Francë, ku arrin të bëjë realitet ëndrrën e vjetër, të ndjek studimet për letërsi. Në 20 maj 1940, vetëm 2 muaj pas kthimit në Shqipëri, Petro Marko arrestohet nga regjimi italian i pushtimit në akuzën e shtypjes së një trakti të shpërndar në Vlorë. Lirohet në dhjetor të vitit 1941 dhe arrestohet sërish në janar të vitit 1942. Këtë radhë, italianët e dënojnë me 10 vite internim në ishullin Eustikës që gjendet në veri të Sicilisë. Pas kapitullimit të regjimit fashist në shtator 1943, Petro Marko mbetet në Itali dhe për disa muaj provon dhe burgun gjerman. Petro Marko mbërri në Shqipëri në tetor 1944, bashkohet me forcat partizane dhe ngarkohet me nxjerrjen e buletinit të Korparmatës së tretë. Në dhjetor 1944, thirret dhe emërohet kryeredaktor i gazetës Bashkimi, ku punon deri në vitin 1946. Në vitin 1947, në kuadër të fushatës anti-amerikane të komunistëve shqiptar, Petro Marko arrestohet sërish. Këtë radhë nga komunistët. Gjatë seancave të marrjes në pyetje, hetuesit këmbgulnin të zbulonin ndonjë lidhje të tij në Shqipëri dhe Itali me spionazhin amerikan, por Petro Marko u mohon të gjitha akuzat. Si në pak raste të tjera, në vitin 1950, Petro Marko lirohet nga burgu pasi nuk provohet fajësia. Mëtej, ai kryesisht nis të bëjë jetën e një shkrimtari të lirë. Pranohet antar i lidhjes së shkrimtarëve, një periudhë kur publikon disa nga veprat e tij më të arrira, si Hasta la Vista, Qyteti i fundit, Shpella e piratëve, Ara në mal, Nata e Ustikës, Fantazma dhe Plani 3+4 e të tjera. Por me gjithë shkëlqimin si shkrimtar, Petro Marko mbeti rebel në shpirt, i guximshëm dhe i vërtet, përballë një realiteti që nuk i përshtatej. Për këto arsye, sjellja e tij, korespondenca me miq jashtë shtetit apo bisedat me gjuhë të shfrenuar e fusin në shinjestër të sigurimit të shtetit. Dosja me emrin e Petro Markos nis të mbushet me informacione sërish, nisur nga viti 1963. Në vitin 1981, sigurimi i shtetit e vendos në përpunim aktiv 2A, pra ngre një shkallë më lartë survejimin dhe kontrollin e Petro Markos. Vendimi merret pas vetvrasjes së kryeministrit Mehmet Shehu, me të cilin Petro Marko ishte njohur qysh në luftën e Spanjës. Sigurimi i shtetit e ndjek Petro Markon hap pas hapi deri në vitin 1989. Bashkpunëtor apo spiun të mirëfillt e provokonin me pyetje të ndryshme gjatë bisedave të lira apo konfidenciale, të gjitha takimet e tij me të afërm të njohur survejoheshin, të gjitha letrat e tij hapeshin, të gjithë të afërmit e tij
mbaheshin në vëzhgim. Petro Marko e mbylli me këtë jetë në Tiranë më 27 dhjetor të vitit 1991, pasi pa me sytë e tij edhe shembjen e sistemit komunist. Në një rast, duke kaluar pranë banesës së tij, që gjendej diku përballë godinës së gazetës Zëri i Popullit, drejtuesit e një demonstrate antikomuniste ndaluan ta përshëndesnin duke e brohoritur në korë emrin e tij. I moshuar dhe i sëmur, Petro Marko u shfaq në dritare, kuptoi mesazhin dhe i falenderoi me dorë në zemër.